Nesër në program është derbi me Vardarin, një ndeshje vërtet realisht me shumë peshë. Si shihni skuadrën përpara kësaj përballje? Përkundër faktit se kemi pas disa ndeshje shumë të vështira javët e fundit, duke marrë parasysh edhe ndeshjet që kishim në Europë, por ne kemi lënë gjithçka mbrapa dhe gjithë fokusi jonë është te derbi, një ndeshje shumë e rëndësishme dhe shpresoj që të jetë në anën tonë. Fitoria me përmbysjen ndaj Peristerit të hënën ishte 4-ta më radh në paqëndeshjen pranverë. Ka ndikuar kjo në moralin dhe besimin e ekipit për të kërkuar të japë më të mirën dhe të vazhdoj me fitore? Mendoj se gjithmonë përmbytjet t'japin një motivim shtesë, sepse nuk është e lehtë që nga një rezultat humës, domethënë nga një 0-1 ose një rezultat që je duke humbur ta kthesh ndeshjen dhe të arrish të fitosh, është një motiv mendoj shtesë dhe shpresoj që nesër atë motivim që e kemi ta zbrazim në fushën e lojës. Ndeshja nesërme me Vardarin luhet në kompleksin e Federatës Futbollit Maqedonisë dhe jo në arenën Todor Preski, ku realisht Vardari është vendas. A mendoni se kjo ka ndikim apo jeni gati të luftoni pavarësisht fushës apo stadiumit ku do të luhet? Për neve nuk ka rëndësi se ku do luhet ndeshja. Për neve është e rëndësishme që të luhet në mënyrë barabartë nga gjitha aspektet dhe ajo është e rëndësishme, domethënë nuk na intereson se ku do luhet, shpresoj që vetëm të jetë një fushë futbolli dhe gjithçka tjetër do të jetë pastaj do të tregoj fusha, domethënë se kush do jetë më i mirë dhe kush do jetë më i mirë do fitojë besoj.